Transmetim të drejt për drejt, do ndjekim në këtë moment e kryetarin e Partisë Demokratike zotin Sali Berisha në komunikimin e përjavshëm çdo të shtunë me qytetarët në rrjetet sociale. Ndjekim. E partive të qendrës djathtë dhe të djathta, cila ka për parti kryesore Partinë Republikane të Shteteve të Bashkuara. Gjatë qëndrimit në punimet e këtij forumi të lartë, mund të them se Shqipëria duri një vend për problematikat e saj madhore shumë herë më të madh se sa ç'është në realitet si vend. Shqipëria ka hyrë tashmë në agjendën e kësaj organizate mbasi që në dhjetor të 2024-s miratojnë Washington një rezolut në cilën ajo denon të rënd gjendjen e krijuar nga qeveria shqiptare, narkoshtetin, dhunim në zgjedhjeve dhe mbështetës të fuqishëm Partinë Demokratike. Por përsëri, kësaj radhe, Shqipëria ishte në krye të listës për në debatin politik për shkak të problematikave të mëdha që paraqet dhe shkarjeve të rënda kthimit prapa të demokracisë dhe standardeve të saj. Shqipëria në këtë forum të lartë u përfaqësuar nga unë, nga ana e Partisë Demokratike, zonja Vokshi, zoti Kliçi, zoti Çeno, por është antari Bashkimit për Demokraci, ndërkombëtar për demokraci, edhe Partia Republikane, e cila përfaqësohej nga zoti Fatmir Mediu. Në të gjitha qëndrimet tona, ne paraqitëm para presidentit të internacionales, të Bashkimit Ndërkombëtar të Demokracisë dhe përfaqësuesve të partive si motra, zhvillimet, shkarjet e rënda, paralizë dhe shtetit ligjor, mburojnë e Edi Rams për vjedhje dhe korupcion në qeveritarëve të tij dhe lidhje të rrezikshme me krimin organizuar dhe kartelet e drogës. Mund të them se shqetësimi është i madh dhe se gjithnjë më shumë komuniteti ndërkombëtar po ndërgjegjësohet se në Shqipëri është krijuar një regjim i rrezikshëm jo vetëm dhe situata rrezikshme jo vetëm për qytetarë shqiptar, por dhe për rajonin dhe më gjerë. Në këtë kuadër dua t'u informoj se pati një panel të veçantë kushtuar zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit, paneli i cili u drejtuar nga një zyrtar i lartë i Institutit Republikan Amerikan dhe në cilin morën pjesë ministrat e jashtëm të Maqedonisë, Bosnjë Hercegovinës, Kroacisë dhe Partia Demokratike u përfaqësuar nga unë. U debatua gjërësisht mbi faktorët që pengojnë procesin e integrimit në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe u shpreha pikpamjet e mia se farsa elektorale për qëndrimi i pushteteve në duart e një personi, lidhjet e tmerrshme me kartelet e drogës dhe të krimit, nismat aberative rajonale Rama-Vučić janë faktorë që së bashku frenojnë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Por pas debateve të cilat zgjuan shumë interes në atë seancë,
me pyetje, me diskutime, dje paradite u mblodh Komiteti Ekzekutiv i Bashkimit Ndërkombëtar për Demokraci, i cili përbëhet nga kryetarët e partive si motra antarë të kësaj organizate. Mund të them se punimet e komitetit u çelen me rezolutën për Shqipërinë. Ishte pra përsëri Shqipëria në krye të rendit ditës dhe ishte Shqipëria në krye të rendit ditës për faktin se është shpallur tashmë një autokraci elektorale apo diktaturë autoritare, si që thuhet ndryshe. Ishte Shqipëria sepse është vendi i farsave zgjedhore të shëmtuara. Ishte Shqipëria sepse është vendi karteleve të rrezikshme të drogës, i mburojës së korrupsionit, mbrojtjes korrupsionit qeveritar nga kryeministri. Ishte Shqipëria sepse Edi Rama është bërë famëzi për lidhjet e tij me kartelet e drogës, por ishte Shqipëria dhe sepse është vendi me të burgosur politik dhe persekutime politike. Aty duhet t'ju informoj të dashur miq se unë solla në këtë forum çështjen e shëmtuar, ka fazin e qelqit që u përdor për të terrorizuar shqiptarët nga Edi Rama, bastard i bllokmenëve hoxhist, i cili një lloj si i ati ti që firmoste varjen litar, sjell kundërshtarin e këtij politik në ka fazë qelqi në gjykat, një lloj si që sillte Enver Hoxha kundërshtarët e tij politik 45 vite më parë. Natyrisht, diskutimet qenë jo të pakta dhe mbështeten plotësisht diskutimet tona dhe si konkluzion rezoluta e parë që u miratua në punimet e forumit të Bashkimit Ndërkombëtar të Demokracisë, Komitetit Ekzekutiv të këtij forumi, ishte rezoluta për Shqipërinë. Ndaj dhe unë, duke kërkuar mirëkuptimin tuaj, duhet të ndaj tekstin e kësaj rezolute me të gjithë ju. Rezolutë e mbështetur nga Partia Demokratike e Shqipërisë, rezolutë e paraqitur nga Partia Demokratike e Shqipërisë me 1 maj të 2026. Bashkimi Ndërkombëtar i Demokracisë, duke rikujtuar angazhimin e Shqipërisë ndaj integrimit evropian, antarësimin e saj në NATO dhe duke riafirmuar mbështetjen për antarësimin në Bashkimin Evropian, duke marrë parasysh gjetjet e institutit Videm që klasifikon Shqipërinë si autokraci zgjedhore, gjetjet e OSBE-ODIR-it, Transparency International, indeksit të perceptimit korrupsionit 2025, 39.100 ulur me 3 pikë dhe 11 vende, i shqetësuar nga dështimi për të zbatuar vendimet e gjykatës kushtetuese dhe mohimit drejtave kushtetuese të opozitës në parlament nga qeveria, ky bashkim vendos 1. Në rrafshin e integrimit evropian, paralajmëron se antarësimi në BE po vonohet faktikisht për shkak të pengesave qeveritare, korrupsionit të gjerë sistemik,
kapjes së shtetit dhe lidhjeve mes krimit të organizuar dhe niveleve më të larta të pushtetit.